Ministrja e Shëndetësisë Evi Sala ishte e ftuar e radhës në podcastin Flasim të kryeministrit Edi Rama. Ministrja Sala tha se në 3 javët e para të punës së saj në krye të Ministrisë së Shëndetësisë ka parë nga afër realitetin në sistemin shëndetësor. Jam munduar të marr sa më shumë njohuri, tani kam më shumë informacion dhe kam menduar nisma të ndryshme, reforma që duhen bërë jo vetëm brenda shëndetësisë, si inovacioni, tha Sala. Ajo ka përsëritur idenë e parë që e shprehu që në momentin e prezantimit se infrastruktura spitalore në Shqipëri mbetet ndër më të mirat në spitalet ku ajo ka punuar në botë, por nga ana e menaxhimit, ministrja Sala tha se aty duhet të ndërhyet menjëherë më e madhja që struktura, menaxhimi dhe profesionaliteti i mjekëve, të gjitha bashk duhet të koordinohen. Pamje infrastrukturës ose një pamje trupës. Në fakt, kjo është shumë e drejtë dhe në shumë spitale të suksesshme, dhe më thënë unë në spitalet ka një që është në Amerikë që quhet physician in chief, dhe më se ka terminologjia të ndryshme, por drejtorët e mirëfill të spitaleve në përgjithësi nuk janë mjek. Po, normal, po. Dhe sigurisht ka një që këtu mund ta parafërsoj me një mesvëndës drejtor se në varësi të emërtimeve, por sepse nuk ka nevojë. Në qoftë se lidhjet bashkëpunohet mirë me shefat e departamenteve të shërbimeve, s'ka pse drejtori të jetë mjek. Më mirë bile si drejtori nuk është mirë. Patjetër. Kjo për spitale të mëdha tash, dhe spitale më të vogla, më të specializuara mundet që drejtori të jetë mjek sepse ka atë specialitet, qoftë se spitali është i fokusuar në një patologji të caktuar, sepse ajo bën sens, mbase bën ka kuptim, por në gjëra të mëdha, sidomos që janë spitalet siç është që sutoja dhe spitalet të mëdha, është bën sens komplet, ka kuptim që drejtori të jetë teknik. Është normale që të japim mundësi atyre që na ndjekin, që dëgjojnë aty që cilat janë 3, 4, 5 maksimum i gjërat që ti mendon që tani kërkojnë një vëmendje të shtuar dhe kërkojnë një shtys. Janë disa gjëra kryesore që kam menduar, nuk janë gjëra që mund të arrijnë efektin final në një vit, sepse po unë i shoh si gjëra që do kenë indikatorë që do plotësohen mbas disa muajsh, mbas një viti do kenë, por efekti final do jetë në 4 vjet, në 5 vjet, sepse një nga gjëra kryesore është reformimi i mënyrës se si atij që sot e quajmë fondi i sigurimit, sepse duhet vërtet të rregullojmë mënyrën se si menaxhohet mjekësia. Mjekësia ka një kosto, domethënë nuk është se vjen, nuk është se është falas te qytetari, por nuk është falas. Mjekësia kushton, por ne kur te qytetari domethënë paguhet nga shteti. Ndërtimi një sistemi që është që përfshin koston, përfshin sigurimet, përfshin transparencën, është shumë i rëndësishëm për të pas një sistem shëndetësor që pastaj bazohet edhe me rezultatet, sepse duhet ikim nga buxhetet historike. Mënyrën se si duhet të financohet shëndetësia që prap tek pacienti do shkojmë me një sistem që do më thënë falas në tek pacient, duhet të menaxhohet në mënyrë të tillë që në bazë të rezultateve, sepse atëherë asnjë nuk do bëj përpjekjen që unë do marr të njëjtën gjë si mora vjet, unë do bëj si vjet ose më pak se vjet. Është fare e thjeshtë ajo. Sikështu kjo është një proces që dhe kam dhe grupin e punës për të sigurisht bëhet propozimi për të. Një nga pikat e tjera që kam dhe një lloj përgjegjësie personale, duke qenë se vi nga fusha e kancerit, nga fusha onkologjisë, dhe ajo që është e prekshme, për të thënë vërtetën, është trajtimi onkologjik, aksesi i plot në banat onkologjike, por me një protokoll të saktuar. Këto duken gjëra të vogla, por këto kanë financiar dhe risen pak kënaqësi që nuk ka në këtë sens nuk kam menduar si një organizim të qendrës të networkut nacional të kancerit. Në Angli, pjesa që është gjeografike quhet East Anglia, aq ka 1.800.000 koordinohej nga qendra në Cambridge, për aman, në të gjitha spitalet ishin të njëjta protokollet që ishin të lidhura
të njëjta protokolle, i njëjti standard, bëhet kimioterapia, jo vetëm se s'ka mundësi që disa gjëra bëhen vetëm, po është duhet të sjellë shërbimin te pacienti, jo pacientin te shërbimi.